Posti president është një post që duhet mbarti me vete eksperiencën, bagazhet të mëdha të eksperiencës. Pse kemi vënë 40, pse kemi 60 pse? Nuk e di pse dhe kur ka qenë në kushtetutë që është 40 vjeç, është vërtet që dyshemeja e moshës është mosha 40 vjeçare dhe bashkëkartuesit e kushtetutës zoti Imam ishte 40 vjeç atëherë, prandaj. Nuk e di këtë fakt, por sidoqoftë për mendimin tim nuk po them që një 40 vjeçar nuk mund të jetë një kandidat i mirë, por po them për mendimin tim bagazhi i eksperiencës të rast është shumë i rëndësishëm, kështu që sa më e madhe të jetë kjo eksperiencë aq më mirë do ishte. Zoti Bogdani, në cilin pikë jemi në këto momente? Do të thoya që jemi në prag të raundit të dytë të zgjedhjes presidentit zyrtarisht. Sot u votua në parlament edhe kalendari pra votimi i radhës, ku në bazë kushtetutës thuhet jo më shumë se një javë nga raundi i parë. Ku jemi pastaj në pjesën politike, kam përshtypjen jemi në një fazë që pritet nga Partia Socialiste të diskutojë diçka. Deri tani ka luajtur rolin e një opozite solide dhe një opozite paragjykuese nga çfarëdo lloj kandidature, ndërkohë majoranca e ka bërë hapjen e saj vet duke paraqitur një figurë shumë konsensuale. Majoranca këtu them të gjitha partitë, kur zërin kryesor pa diskutime ka Partia Demokratike, dhe të gjitha ato fjalë që deri kemi dëgjuar nga Partia Socialiste për konsensus, për diskutim kandidaturash, për kandidatura jo politike, pavarësisht se unë jam kundra kësaj, të dala nga majoranca, sot të gjitha këto zëra janë të heshtur. Topi presidencial në këtë rast mbetet në fushën e Partisë Socialiste dhe i takon zotit Rama të bëjë hapin e radhës, duke qenë që majoranca e ka bërë hapin dhe e ka shtrirë dorën e bashkëpunimit dhe ka hapur derën e bashkëpunimit. Çdo kandidaturë duhet të diskutohet dhe duhet të vlerësohet. Patët një kështu rezervë kur morët vesh Rama ka vajtur shtëpi e Medës në Lalës? Nuk pata asnjë rezervë, pata një habi dhe një çudi. Për kë? Për zotin Meta? Jo, për zotin Rama. Sepse duhet të kujtojmë këtu që zoti Rama dogji Tiranën 21 janar, një vit e pak më parë, pikërisht për zotin Meta dhe pikërisht duke akuzuar zotin Meta. Tani ju ka ardhur keq për zotin Rama, por për zotin Meta? Jo, nuk thash që më erdhi keq, thash që më bëi habi. Por më tepër më erdhi mirë sepse justifikoi gjithë ato diskurs politik të Partisë Demokratike. Zot Bogdani, ju shqetësojnë zgjedhjet për kryetarin e Freshit? Të them të drejtën jo, bëhet qefi që janë duke bërë zgjedhje që më në fund fillojnë të riekzistojnë. Sepse kjo shton konkurrencën. Po jo, ti duhet fërkosh duart nëse ata nuk ekzistojnë. Pse? Jo, shton konkurrencën. Konkurrencën e këtij brenda në PD. Një organizat partnere kundërshtare, një organizat homologe kundërshtare, bën që secilit punoj më shumë në fushën e vet, kështu që kjo e bën të mirë. Kjo nuk është se na ka penguar deri më sot, por nuk është se na shqetëson. E mendoni që mund mos fitojë Elisa Skërpali? Nuk e di që është një nga 6 kandidaturat, por nuk e di. Ja uroj që të fitojë sepse sa se fat humbi. Jo, ja uroj që të kujdohet të 6 kandidaturave i uroj suksese. Sa se fat që do të fitojë Elisa Skërpali. Le të fitojë më i miri. Ose më e mira. Ju po flisni si socialist zoti Bogdani. Pse? Po se kështu thonë dhe socialistët, të fitojë më i miri. Jo zoti Qafoku, sepse në moment që fiton një lider i keq, arrim pikën ku jemi sot. Ju shihni Partinë Socialiste si është sot. Po të kishte një lider të mirë do ishte ndryshe politika shqiptare sot.